vazhdon, po ky është snobizëm, e kjo është majmunllëkë, njerëzit përpiqen Jo snobizëm, më mirë më pëlqeu termi majmunllëk. Majmunllëk, po, e po prandaj sa e thash e rrëzova. Ngjarja më e rëndë që e ceka në fillim fare ishte heqja e emrit të rrugës së avokatit të parë Tiranës Dyshiti. Një njeri që gjithë jetën e shkoi vetëm duke punuar për atë dheun e vet, për vendin e vet, dhe për këtë shkak është ndëshkuar dhe poezia në mënyrë të veçantë, se unë jam më shumë në kraun e poezisë, ka të bëjë me gërmimin e shpirtit, në kuptimin metaforik. Edhe të nxjerrësh atje atë që është instinktive, e thellë, e brendshme, që nuk i nështrohet të rregullave të arsyetimit e të tjera gjëra. Kurse shkenca është habia e habive. Është më i mençur se çdo individ, atë populli ka thënë se një kalli plot me bukë e mban kokën ulur. U bën 25 vjet që s'ke dhe lajgjisesh më. 25 sekonda më duken këtu. Jo vetëm kësaj humbje që nuk do të mbushet kur për mua, por ama të marri një dritë se ajo humbje që dritë për Shqipërinë. Shqipëria fitoi një djalë të mirë, një hero, një dëshmor. Ka dhe një kod familje shqiptare në mënyrë që të vazhdojë jeta. Familjet një djalë të vetëm nuk e japin bekim. Të dashur miq, kemi vënë re që nga gjithë shikuesit mbi 70% nuk na ndjekin. Pra, në rast se ju pëlqen mesazhet dhe përmbajtja jon, ju ftojmë Na ndiqni ju lutem në rrjetet shoqërore dhe në YouTube duke bërë subscribe dhe follow që të kënaqim algoritmin edhe të vijemi ndukje. Faleminderit. Faleminderit. Sa më shumë emra shqip. Kjo jam sa më kënaqur, kjo që po flet tash sa më emra shqip, sepse edhe unë kështu jam me këto. Se sidomos tash janë ndërgjegjësuar pak, po ka filluar para shumë vitesh çdo lloj emër, bari, restoranti. Bravo, ende vazhdon, po ky është snobizëm, e kjo është majmunllëkë, njerëzit përpiqen Jo snobizëm, më mirë më pëlqeu termi majmunllëk. Majmunllëk, po, e po prandaj sa e thash e rrëzova, i futa i strekam që atë. Është më saktë majmunllëk, fiks. Shprehje më e bukur do ta vjedh në një përdorim. Ke nevojë ta vjedh se ta jap. Dhe më i lorë se s'pris punë fare këtë. Tash unë për shkak të marrëdhënies edhe njohjes disa vjeçare, unë nuk dua që edhe konsideroj si pjesë të familjes, nuk dua të flas me terma ju, ne, unë do të drejtoj me ti. Me ti. Ta afërmit me ti, më kënaq kjo gjë, po. Kështu që unë do ja lejoj vetes të thras me ti, le të më shajnë publiku. Publiku s'ka punë, ja ku e ke publikun, ta lejoj. Shumë kënaqësi, mirë se erdhe sot. Gjithashtu, jam shumë i kënaqur që jam me ju sot. E di sa herë që edhe pse bisedimet tona kanë qenë jo shumë të gjata, kryesisht shkurtra, gjithmonë kur flasim bashk, më duket vetja sikur futem në atë botën, se di, sikur jam fëmijë i vogël edhe jam në një shtëpi kështu të thjesht, pranë zjarrit që siç mblidheshim dikur të gjithë edhe më i mençur i shtëpisë rrëfente. Ashtu ndihem kur flasim bashk. Edhe tash do doja që ta nisje si rrëfim jetën tënde. Po patjetër. Ajo ndjesia që ke është normale dhe reale për shkak të diferencës të hatashme të moshës që kemi të dy. Ja, nuk është hatashme. Po, sa pa e thash nuk e tërheq, ti je një piqiruke, unë kam pasur brezat të tërë nxënësish, por le të fillojmë nga ajo që më kërkove. Unë kam lindur këtu në Tiranë, 84 vjetë më përpara. Në rrugën që sot quhet Islamalla, po përpara ka pasur emrin e gjyshit tim Myslim Llagami, avokati i parë që ka pasur Tirana. Ndoshta po ndal në disa hollësi të jetës time, sepse i kam edhe problem sot e kësaj dite,
nuk arrit ta kuptoj se si mund të hiqet emri i një rruge në kohën e regjimit të shkuar, dhe të zëvendësohet e të mos kujtohet kush kur ai njeri, sipas studiusit të famshëm shqiptar Kristof Rashëri, ishte një kvalitet i pashoq dhe që ndihmoi shumë rilindjen në veprimtarinë e atletarëve të Tiranës. Ai ka hartuar të gjitha aktet që duheshin kur po përpiqeshin serbët të ç'bënin aktin e pavarësisë, i cili në Tiranë u shpall me 26 nëntor me sugjerim të babait të kombit Ismail Qemali. Kështu që në atë rrugit unë linda në shtëpinë mbi themelet e së cilës u ngrit një ndërtesë që e kishin trashëguar llagamët këtu e 300 e sa vjet më përpara nga themeluesi i fisit ton, Moç Llagami. Origjina jonë, sipas gojdhanave, është nga Gryka e Rrugovës. Dhe ndihem shumë krenar për këtë gjë. Kam qenë atje, jam ndjerë me të vërtet njeri i natyrës, se Gryka e Rrugovës është një element gjeografik i patjetërsueshëm, i pangjashëm, është një mrekulli jo vetëm turistike, po në rast të parë shqipëristike, atletare, e jashtëzakonshme. Atje ruhen, malet e ruajtën traditën, kombin dhe gjuhën tonë. Unë u rrita jetim sepse babai im vdiq shumë i ri. Nëna jonë u bë bota jonë. Them nëna jonë sepse kisha edhe një vlla, dhe them kisha se nuk jeton më, mesido që ishte më i vogël se unë. Vazhdova shkollën. Kam qenë nxënës i mirë, me fleta lavdërimi, me këto gjëra. Kisha për zemër qysh herët letërsinë, historinë, gjeografinë, fizikën dhe matematikën, duken sikur janë të ndryshme, po i lidh së bashku mrekullia që më mbajnë brenda. Për të mos e zgjatur shumë, mbarova inxhinierinë. Jam emëruar në kombinatin e tekstileve të Tiranës. Pse përfundove në inxhinieri duke pasur një pasion për letërsinë? Kjo ishte e pamundur në atë kohë që të vazhdoja, sido që ekziston kërkesa, ndoshta janë ruajtur, që pranoja të shkoja në Vermosh ose në Kornisfol, pikat e skajshme të atdheut tonë, jo të atdheut, po të Shqipërisë që është sot. Por nuk mu miratua kjo për shkak se kam pasur një xhaxha në burg, për cilin jam shumë krenar, sepse ai njeri ishte i përmbytur nga kultura shumë e madhe, ishte studiuar në Paris për gazetari, edhe për një kohë shumë të gjatë, ende sot në përkujtime e kam si idhull, si model. E futëm në burg për shkakun se ai besonte tek demokracia që po përpiqemi të ndërtohet ende sot, dhe jemi në tranzicion dhe Të kemi ndërtuar të kemi ndërtuar sipas mendjes time. As sipas times. Po atëherë qenë kemi në rregull. Tani pikërisht ky është shkaku që nuk ishte e mundur, atëherë unë e vazhdova natën inxhinierin, duke vazhduar punën, edhe u bëra inxhinier me, si i thoshin atëherë, pa shkëputje nga puna. U caktova në kombinata, atje i ngjita shkallët, shefi byros teknologjike, pastaj kryenxhinier, një farë kohë dhe drejtori i bazës mekanike, arrita kryemekaniki i gjithë kombinatit, dhe më vonë kalova me kërkesën e Institutit të Projektimeve të Industrisë Lehtë në këtë institut, ku punova dhe
isha bashkëautor i shumë projekteve, studimeve, të cilat i realizuam, edhe në kombinat janë aq të shumë dhe sa do mërzisnim dëgjuesit, po t'i arrestonim projekte për fabrika, për reparte, për makineri të ndryshme, sepse ishim edhe të izoluar në atë kohë dhe duhet bërësh çdo gjë këtu. Kemi punuar shumë, e vetëm mbështetje edhe mrekulli që na mbante nga kjo stërlodhje e madhe se as ditë të pushimit nuk mjaftonin, ishte shoqëria. Njerëz shumë të mirë, njerëz të dashur, edhe i kujtoj sot, një pjesë nuk janë, një pjesë janë ashtu të moshuar, por nuk harroj shoqërinë e tyre, mbështetjen e tyre, inteligjencën dhe sa shumë kam mësuar prej tyre. Më tutje, ta mbyll shpejt e shpejt, me ndryshimin e regjimit, unë kalova në Ministrinë e Ekonomisë, drejtor i drejtorisë së veshmatjes që kishte bashkuar disa drejtori që janë të tekstileve, trikotazheve, të lëkurës, të këpucës, edhe ndërmarrjet e prodhimit veshjeve. Dhe as kontributën e tim atje. Dhe sot në pension, me qenë se s'jam mësuar të ri pa bërë gjë, shkruaj pa pushim njëri pas tjetrit libra. Libri i fundit, që sapo e mbarova, para se të vij tek juve, është libri Muzufryma, një kopje së cilës, kur ta botoj, se u bën 10 libra që i kam në kompjuter, po s'po i botojnë dot, do ta dhuroj ty Loren, edhe Albanit që ju dua. Patjetër, gjithmonë kënaqësi të lexoj librat. Po, patjetër. Është i pak a shumë i natyrës si libri që ke përpara, besoj duhet të jetë librim, tërësia dhe pasjeta. Është edhe krahët e shpendit, po. Kaq mund të them për këtë ecuri. Po, me shkrimin e marr vetëm kur dole në pension, apo edhe pse ishe inxhinier, gjeje kohën që të shpreje? Me shkrimin jam marrë që herët nga mosha 11-12 vjeç. Kam arritur të botoj edhe disa fabula, tregime të shkurtra dhe poezi në ato kohë, të cilat sot i kam përmbledhur në librin Përtej mjegullës, i cili gjithashtu pret që të botohet. E kam pasur shumë për zemër, por mu njoftua nga një redaksi e asaj kohe se nuk dëshironin më bashkëpunimin me mua, gjithmonë shkaku ishte xhaxha ime. Kështu që kjo tregonte vetëm se unë nuk duhet të çoja nëpër organet e shtypit çfarë kisha shkruar, po nuk ndalova se shkruaj. I kam pasur paralelisht të dyja. Detyrat që kisha ishin jashtëzakonisht të mëdha, por pasioni që kisha për letërsinë ishte lehtësues. Nga lodha e madhe nëpërmjet tyre unë qetësohesha. Edhe gjithë jetën këtë tremb ose këtë ecuri kam pasur, që pushimin e kam bërë dinamik. Kam lënë një diçka, jam marrë me një diçka. Ajo është forma që të qetëson. Po, kjo nuk di formë tjetër. Tjetra është vetëm kur flet gjumë, po edhe në gjumë ka gjëra tjera. Këtë mund të them në përgjithësi. Si e përjetove ti atëherë, ose si të ndikoi në formimin tënd që ti doje të shkruaje, të shpreje atë çfarë kishe brenda vetes, edhe të tjerët ta ndrydhnin ose ta mohonin? Ose që ndëshkoheshe për një faj që nuk e kishe? Jo vetëm ti, po dhe xhaxha jot. Patjetër, si një moskuptimësi. Se merre vesh, nuk e arria dot ta kuptoja që kisha bërë unë, siç i dhe linjën ty, sepse në fakt kështu ka qenë. Nuk e gjeja dot me vete që kisha bërë unë. Mirë po, më vonë, sigurisht, duke u pjekur, kuptova se çdo të thoshte të ishe
jo njeri i afërt i nomenklaturës. Për arsye se ngjarja më e rëndë që e ceka në fillim fare ishte heqja e emrit të rrugës së avokatit të parë Tiranës gjyshit tim. Një njeri që gjithë jetën e shkoi vetëm duke punuar për atë dheun e vet, për vendin e vet, dhe për këtë shkak është ndëshkuar nga Perandoria Osmane, e quhenin ka urë në kuptimin jo fetar, po sepse nga që donte shkronjat shqipe, arsimin e të tjera gjëra, u përpoqi dhe luftoi dhe vepra e tij është e përshkruar nga Hafiz Ibrahim Dalliu në Patriotizma në Tiranë, po edhe organe të tjera, aq më tepër që në për këto gjykata ka shumë dokumenta për të. Kështu që duke parë se kishte ndodhur një gjë që s'besoj se ka në botë apo në episodet historike, që të hiqet emri një njeriu që tashmë kishte vdekur prej kohësh sepse i biri ishte futur në burg. Unë nuk kam gjetur në shembull të tillë. Se mundet që për shembull në regjimin që shkoi, një fizitër të ulte kokën nga që dikush nga fizik kishte bërë diçka. Po se mund të denigrohesh kaq shumë një figurë rilindase si ajo e gjyshit, sepse i biri shumë vite më vonë për idetë që kishte edhe që nuk përputheshin me regjimin, ti hiqesh emri, se kjo ka qenë arsyeja. Nuk po hyrë në hollësia, se nuk besoj se i shërben këtij bisedimi që kemi së bashku, por nga kjo unë kuptova se mund të ndodhte gjithçka. Kështu që përveç mos kuptimësisë ishte edhe Kuptimësia, po, bravo. njëkohësisht. Po, njëkohësisht e kështu. Vazhdova të shkruaja nga të dy anët, sepse unë i dua pothuajse njësoj si letërsinë edhe shkencën. Të dyja më emocionojnë shumë, jashtë mase. Edhe kuptova Pavarësisht se të dyja duken kundërta. duken si ndryshme, po unë Ku e gjenti të përbashkët në? po, e përbashkëta është tek misteri që kanë brenda, se të dyja janë brenda të përmbushura me emocione, me kërkesën, me kurreshtjen për të gjetur të panjohshmen. Letërsia ka të bëjë dhe poezia në mënyrë të veçantë, se unë jam më shumë në kraun e poezisë, ka të bëjë me gërmimin e shpirtit, në kuptimin metaforik. Edhe të nxjerrësh atje atë që është instinktive, e thellë, e brendshme, që nuk i nështrohet të rregullave të arsyetimit e të tjera gjëra. Kurse shkenca është habia e habive. Edhe libri që kam tash që e mbarova, kështu e ka titullin Muzu fryma në klapa nga mrekullitë. Edhe kam rreshtuar 20 mrekulli që i kemi rreth e qark, por nuk i vëmë re. Ky libër, Pse e ke quajtur Muzu fryma? Se unë kur e dëgjoj, po, më duket sikur imagjinoj sikur nuk fshihet shkencë mas librit, vetëm nga titulli po flas. e qartë. Pa u prezantuar, po Po, mua mendja më shkon direkt te frustrimi që kemi ne si njerëz ndaj fenomeneve shoqërore, dhe mendoj se aty ti shprehesh të uzu fryma nga gjithë. ke të drejtë, por unë e kam këtë gjë. E le pak, ose e bëj pjesëmarrës dëgjuesin. E bën kurioz në Po, e bëj kurioztar, edhe po çek edhe një gjë të parëndësishme, po me qenë se erdhi momenti për ta thënë, në të gjithë librat afro 50, unë nuk kam emrin tim. Me përjashtim të parit fare, ai që është shkencor, ishte i shtrënguar të vendosja, se kështu më thanë, gjithë librat e tjerë nuk mbajnë më emrin tim, po mbajnë pseudonim. Dhe pseudonimi është i ndryshëm nga një libër në tjetrin. Po pse përdor pseudonim? E kam një obsesion, një fiksim. Kështu e kam qef. S'kam asnjë arsye, kudo. Për shembull, Mua më duket, më fal që ndërpres, unë e interpretoj që në rast se unë botoj 50 libra të ndryshëm ose i Po. them,
pak rëndësi ka numri. Ka rëndësi, po. Edhe vendos secilit libër nga i pseudonim. Duket sikur unë krijoj një karakter të ndryshëm për çdo libër që kam shkruar. Domethënë te i pari jam Lorena, te i dyti jam Bardhyli, te i treti jam Geri. Më duket shumë kështu, ndoshta shumë filozofike, ose duket si karaktere të ndryshme që në një libër. Nuk është pa gjë kjo. Ja ta vërtetoj. Po, ja ta vërtetoj këtë. Ke libri për fëmijë, Labirintet, nuk e di ata kam dhënë këtë, por nëse jo, aty e kam. Unë e kam vendosur pseudonimin tim Hipotenuza. Për shkakun se merret me elemente shumë interesant që i ka dhe i përmbledh trigonometria, matematika e të tjera gjëra. Tek libri Na shkrive, që është përsëri për fëmijët dhe është kryesisht për humor, unë e kam dhënë Gudulistësi. Sepse ka të bëj, domethënë tamam ti kape substancën e arsyetimit tim. Tek libri Tërësia që e ke përballë, e kam dhënë si e kam dhënë Kureshtaria, apo jo, nga përballë, sipër, këtu. Lorena hape pa sipër këtu. Po, Kureshtari. Mendova se mos e kishe vënë. Tek Krahët e Shpendit që ke aty e kam vënë Babai i Shpendit. Sepse Skërdilajti e mori pseudonimin Shpendi. Atje. Do të ndalemi aty. Po, do ndalemi. Më gjerë. Po tham, më gjerë, po sepse po vazhdoj me këtë pse ke zgjedh karaktere të ndryshme po. Ti je padrone, unë jam ai që përgjigjem pyetjet që bën ti. Jo, thjesht Shpendi dua t'i kushtoj më shumë hapësirë pa ndërhyrë nga. Po ishte mënyra ime për ta folur. Po më lëren, po dakor. Edhe unë, domethënë, rreth 12 botime të Krahëve të Shpendit, ky është i 12 që ke ti. Këta janë më vete si vëllime se nuk ngjan njëri me tjetrin. Krahët e Shpendit nisin me 115 faqe. I 12 është me 736 faqe. Këtu kot për lezetlëk të bisedës, po që se suksesivisht quhet në matematikë, mbledhin shifrat e këtij numri 115, 1 edhe 1, 2, edhe 5, 7. Dalim ky 736, 7 e 3, 10, edhe 6, 16, 1 edhe 6, 7. Se më pëlqen 7 a shumë. Pse të pëlqen 7? Më pëlqen jo sepse është edhe në shumë prejardhje origjinore të lindjes fetare, po më pëlqen se këtë ka përdorur Skërdilajti. Ai ka thënë kur po kalonte në luftën e tretë ku edhe ra dëshmor, dhe që ju tha që mjaft luftove të luftojnë dhe tjerë gjysmën e kësaj që bëre ti, ai tha edhe 7 luftra po t'i duhen Shqipërisë, tek të 7 do t'jenë. S'ka si mos e pëlqej unë këtë. Edhe kështu që librat e tij janë të gjithë nga 1 deri te 12 janë si të kodifikuara. Po, mund ta quajmë kështu me një mbledhje të tillë kështu. Njëherë për njëherë ka që Lorena. Është interesante në fakt se në çdo libër ti nxjerr një karakter të ndryshëm. Po, të gjitha nuk ngjan njëri me tjetrin. E ndryshme është vetëm lëmia me të cilën merrem dhe u drejtohem të gjitha moshave. Nga vocerakët deri tek të moshuarit. Janë që të gjithë brenda. Por kam këtë kujdes, gjithmonë në natyrën time është se kur merr me një libër që e di se do të ketë vështirësi për disa dëgjues, jo të gjithë, se ka plot janë 400 herë më të sqaruar, më inteligjent se sa unë, po u po flas për atë pjesën që i njoh se librat unë siç mund ta kesh vënë re, unë i them ky libër vetëm dhurohet, po ti kthesh pak. Po, e kam vënë re. Po, nuk isha se librat. Edhe s'ka ndonjë gjë për ata që i shesin mirë bëjnë. Librat, se desha ta bëj si pyetje, po më që dolëm në temë. Si shes, ka që është përgjigja, nuk e di pse nuk i shes, por nuk i shes. Jo, nuk ka ndonjë shpjegim më tepërshëm që se shumica bëjnë libra edhe duan t'i shesin, përfitojnë. Atëherë, unë e bëj librin jo për ta shitur, e bëj librin që të bëhet, si thua, një mundësi
për të rritur rrethin tim shoqëror edhe ka ndodhur. Tash janë pafund. Do të thënë, jo vetëm takimet, telefonatat, edhe gjërat e tjera, siç është edhe intervista që kanë shumë. Kjo ma ka dhënë mundësim pikërisht për këto gjë. Nuk e shes, nuk ka ndonjë gjë, ata që i shesin shumë mirë bëjnë. Unë që nuk e shes, edhe unë. Po fakti që nuk i shet, nuk të pengon prodhimin e librit, sepse jemi realiste, ka një kosto botimi dhe. Jo, është shumë realiste dhe kanë shkruar një shumë marramense, sidomos 12 botimet e krave të shpendit, e këto gjëra e kam bërë me forcat e mia. Qa kam pasur, qa kam shitur, qa kam grumbulluar, gjithçka e kam me forcat e mia. Në 2 raste kam pasur ndihmë nga një mik, edhe nga shoqata e veteranëve të ushtrisë lirimtare kombëtare, e cila më mbështeti dhe më sugjeroi që të shkruaj një libër sepse nuk kisha ndërmend t'i bashkoja për Skënderberin. Thjesht se kisha emocion shumë të thellë dhe nuk besoja se do shkruaja kaq shumë. Mi po i kapërceva këto gjë, edhe me mbështetjen e tyre, ata e botuan me mundësitë e tyre çfarë kishin, kurse 11 të tjerët i kam botuar të gjitha vetë. Nuk të është ofruar njëri që të mbështesë në këtë? Deri tani jo, nuk ka ndodhur kjo punë. Biles unë kam futur në poezitë e shumta atje dhe njëra, ndoshta është libri brenda për brenda, se ke takuar këtu, ku dikush realisht mbasi i lashtë të nën kuptonte se do bënte shumë mirë në qoftë se nga paratë e shumta që kishte, diçka ta ndante që t'i shërbente atë dheut, kulturës, gjuhës, çdo gjë që njeriu e bën njeri. Mora një përgjigje që tha se në formë pyetje retorike, si jam bërë unë i pasur, kujton ti, duke dhënë apo duke marrë? Sigurisht nuk u përgjigja, po binte shi edhe së dukun lotët e mi, sepse mendova që përveç atij njeriu kishte edhe të tjerë që nuk e kishin parasysh një sofizëm të tillë cinike, por ata dhanë shpirtin. Ata ishin shokët e Skënderbejit vetë, dhe janë shumë nga Shqipëria, që ranë dëshmorë që su kthyen më, dhanë jetën. Pra ka dhe kështu, po njëri që të dridh pak dora, të jepte pak gjë që të shkruan për Shqipërinë, për idetë, për kombin, për gjuhën, për lashtësinë, për cilat jam shumë i prirur dhe nuk kam të ngopur së shkruari, së biseduari, së treguari. Si ndihesh kur përballesh me njerëz të kësaj natyre që përmende, që nuk e gjen atë që ti shkruan në libra, çdo gjë që e bën njeriu njeri dhe nuk e gjen te njerëzit këtë fakt? Mendimi im është ky. Shumica, po shumë shumicë janë njerëz të mirë. Vetëm se ka një gjë. E kam thënë në një përfaqësim të një libri tjetër, ku kam treguar se e keqja si energji negative ka tingull më të fortë, ka frekuencë më të lartë. Po, edhe vërtet. Kurse ose populli jonë e ka thënë se populli është më i mençur se çdo individ, aty populli e ka thënë se një talli plot me bukë e mban kokën ulur. E lexova atë dhe madje e kam mbajtur shënim. Po, e kam veçuar. Po ti harxoj më përpara. Edhe kështu. Ose unë kam një tjetër, për shembull, nëse kemi rastin e një fuqie vaj. Tregon që për ulësia, mirësia është barës me për ulësi. Nuk ka nevojë që mirësia të bëjë zhurmë. Kur në kurus, asnjëherë. Një fuqi me vaj e mbushur plot, bjeri ka një tingull të mbytur ose s'ka tingull fare. Një fuqi bosh që s'ka asgjë, pra nuk është e dobishme, bjeri bërthet sa tundën malet. Kështu është dhe me njerëzit. Ka të tillë, po kur nuk janë më shumë. Kjo është ideja ime. Njerëzit më ecën përpara, janë pikërisht kokulurit, punë mëdhejtë, të zgjuarit, të thjeshtët, gjigantët, ata të cilët as gjumin nuk e bën tamam, po japin dobi pa u ndjer fare. Kurse dikushi
që ka nga kjo bashkësi e pakët, vërtet sapo ka bërë një diçka që të tjerët e kanë të paktën shumë më herët të ditur Rreth si këtë gjë. pula sa herë që bën vezë, po pula të paktën bën Po vezë. e bën vezën e. Ajo bën vezën, puna është kur thret gjeli që zgjon dynjan. Po më bëhet qefi që ti ke shpresë që shumica janë njerëz pozitiv. Se unë e shoh të vështirë. Unë personalisht. Po duke parë nga aq eksperiencë sa ke ti Po. në jetë, edhe beson se ka më shumë pozitivitet. Lorena, e kuptoj sepse je vajzë ndjeshme. Edhe Albanin e ke disa herë të ndjeshëm. Jeni të dy shumë të mirë edhe Po prapë më bëre diferencim, Albanin e bëre më të ndjeshëm. Edhe pse s'është këtu. Ne po diskutojmë bashkë ti marrë krahun e po Albanit. nuk e kthej dot të. Jam pak maskilist, po ashtu është. Aja i ka dhe emrin Alban, ti e ke Lorraine. Po, tratare. Ja, të dini të mirë dhe ishte dashur Zotit, shkoni gjithmonë se më bëhet qefi dhe mua pa le të tjerëve, jeni mrekullueshëm të dy. Të thoshim që sido që të vi puna Lorraine, varet që se si e ke këndvështrimin. Nuk është çështje se unë kam shpresë kështu. Është tashmë bindja ime, sepse u përpoqja ta tregoj si një ekuacion me fjalë, jo me formula që të mos mërzisin njerëzit. Po jam me bindje. E sa për shpresën, ta kam shkruar dhe ke libër që ke aty. E ke parë, besoj atë shpresën. Aty nuk jam shumë original, sepse unë kam thënë që shpreso edhe kur duket se nuk ka më shpresë dhe vdekja do të vdes, a më shueshmërisht. Unë këtë e kam marrë nga një varg latin, spero contra rem spero. Po e zgjerova dhe e perifrazova, po e përpunova që të kishte, domethënë, efektin për atë çfarë doja unë. Atë çfarë ke ndjerë. Përfundimisht, Lorena, që të dy kemi të drejtë, ti ke kontaktet e tua, e shef botën me sytë të tu dhe unë s'kam dërmend të them që shikon Lorena është kështu ose ashtu. Në demokraci duhet të bindemi, të japim dorën njëri tjetrit pa u marrë vesh se kush e kishte mirë, kush e kishte keq. Për shkakun se nëse nuk përmendim argumenta, vazhdojmë rrugën. Po që si ka argumenta dhe tjetri se merr vesh, sa keq për atë tjetrin. Po nëse s'ka argumenta, ke vetëm sharje e negativitete, ke nuk i shërben kujt, as një bisede të thjeshtë. Përfundimisht, unë besoj dhe nuk e ndryshoj se bota ecën përpara nga të mirët, jo nga të këqijt. E keqja nuk prodhon, e mira prodhon. Dhe për shkak se është shumicë, prandaj dhe bota ecën përpara, se bota ka vajtur përpara. Që nga Homo sapiensi, e deri këtu te ky Homo sapiensi që jemi ne të dy, kanë rrjedhur shumë. Kemi vajtur përpara teknologjikisht, po shpirtërisht si mendon ti? E kuptoj se ku e ke hallin. Kam edhe unë mërzitit e mia në këtë drejtim. Më kujtohet fëminia ime. Tirana në ato kohë ishte me muret ku vareshin lule të ndryshme, trëndafila, karafila, dhe kishte një aromë absolute gjithandej. Po sot çfarë aromë? Sot është betonizuar e këto gjëra, po qytetrimi ka nuk është vetëm këtu në Shqipëri. Nuk dua të justifikoj asnjëri. Unë nuk jam dakord që të prishen për hir të modernizimit disa gjëra që janë kujtesa. Si ta themi për shembull, ja për shembull, u zhduk Pazari i Vjetër, se sot kemi një paradoks. Themi ke Pazari i Ri, e të bëj një pyetje, po Pazari i Vjetër ku është? S'është. Sepse aty u prish për të ngritur atë lloj gazerme që i thonë Pallati i Kulturës, se do vinte Nikita Sergejeviç Krushovi, edhe u zhduk kujtesa e Tiranës. Po Pazari i Vjetër ka qenë qytet. Unë kam hyrë, kam dalë aty. Pra, duhen bërë rregullime, sigurisht se nga brezi në brez, nga epoka në epokë, ka ndryshime pozitive,
ku dallohet? Dallohet tek jetësia, është rritë jetë, bjeri sa duhesh me shkelma tokës si nuk je dakord, po ka ndodhur kjo punë. Dhe jetësia është një element i rëndësishëm që mbështetet vetëm nga përmirësimi Cilësia e jetesës. Pavarësisht se çfarë pushteti është, pavarësisht se për kë votojmë, si votojmë, këto janë tjera gjëra, po ky është një fakt, edhe është për gjithë botën. Edhe francezët e kanë, për shembull, një paradoks të tillë. Kanë Lumbin Sena, një nga urët më të vjetra, që quhet Pont Neuf. Do të thënë ura e re. 900 vjet, më e vjetra, hala Pont Neuf quhet ajo. Ndodhin këto gjëra. Po unë megjithatë besoj se edhe shpirtërisht, pavarësisht se kam rezervat e mia për këtë lloj individualizmi që shikohet. Nuk janë më ato shoqërit që të tregova kur kisha halle të mëdha, kisha shokët që më mbështesin në këto gjëra. Tani mendoj se ndoshta nuk jam tamam të brezi të cilët po jetojnë jetën e vet dhe kanë jetën e vet. Nuk i njoh këtë lloj brezi ku kam të afërmit e mi, nipa, mbesa, kështu. Por prapë ndiej sikur janë dhënë më shumë mbas elektronizimit të jetës, si jam fare dakord me këtë përdorim të jashtëzakonshëm të celularëve, kanë hikur magjia e të rrëfyerit, e librave, ku njeriu është njeri. Edhe mbaj mend kur tregoja për shembull prallën e Ivan Ushkus, një prallë fantastike, magjike, kënaqesha unë që tregoja, kënaqeshin edhe fëmijët, edhe gratë që uleshin gjoja për fëmijët dhe burrat që më në fund merrnin kurajo, ai rrotull meja dhe bëheshin rreth 50-60 veta. Kjo nuk ndodh tash. Ka magjinë e vet, edhe kjo këmbimi. Pa diskutim. Kjo. Kështu që është po, është më pak tani, më afër asaj shprehje të tmerrshme mekmenin. Pra, a ke bërë para e ku diu. Jo. Ose është ajo mbështetja, tashmë është ajo mbështetja që ti përmendën përpara që shumë miq e shok që të kanë mbështetur. Tani ka ardhur kjo forma që çfarë do të më japësh ti mua që të mbështes. Kjo është e vërtet. Jo e përgjithshme, po është e vërtet. Qoftë jo vetëm monetar, po dhe çfarë do më japësh. Të kuptova shumë mirë, po edhe ashtu si e thënë, nuk është puna gjithmonë që ana, do me thënë, monetare apo përfitimi, por mjafton përfitimi. Përfitimi duhet të jetë vetëm shpirtëror. Unë kam vënë një formulë, do ta lexosh atje ke libri, se ç'është vlera e një individi, dhe kam vënë disa sipas meje karakteristika që duhet të ketë për këtë. Midis tjerave, për mua, është empatia. Pra, brenda empatisë është domosdoshmërisht mirësia, mirënjohja, përkushtimi ndaj të tjerëve. Të marrësh hallin e tjetrit, ta zgjidhësh ti pa i thënë gjë fare atij tjetrit. Kjo është. Dhe djemt dhe vajzat që vajten edhe bën detyrën e tyre kundra okupatorëve të ADD-ut, se okupim ishte në Kosovë. Ashtu si që është në Lugin e Preseve, si në Sanxhak, në krahinat të Kelmendit edhe të Grudës, e me radhë, apo në Çamëri, poshtë e këto gjëra, janë vende dhe tokë ku flitet pandarësisht, pandalësisht shqip. Ata çunat dhe vajzat bën detyrën e vet, dhanë dhe jetën e vet. Kjo nuk arrihet pa empati. Nuk mund ta bësh një veprim të tillë në qoftë se nuk e ke brenda. Nuk të zgjedh gjaku për diçka më të madhe se vetja. Po, bravo. Sot jetojmë në një veten që njerëzit nuk kalojnë përtej vetes. Nuk e marr përsipër këtë, se ti e paske shëtitur gjithë botën, bota ime është shumë e vogël, nga 2 lagje të Tiranës. E ime është më e vogël, po që nga ajo bota ime e vogël, unë më shoh. Loren, unë personalisht jam vërteta kështu. Unë personalisht jam shumë e lumtur se rrethi im është i ngushtë edhe të gjithë bëjmë përtej vetes, por e shoh pak jashtë rrethit. Po. Që njerëzit, siç e prekëm dhe më parë, që jemi bërë një botë individualiste dhe nuk shohim përtej vetes. Po,
Si është ajo shpreha, mjafton të bjerë shi në arën time, se sa... Dhe jem dakord që nuk tham jemi bërë një botë. S'jam dakord për botë, po ka shfaqje të cilat na mërzisin, të individualizmi, që pjell egoizmin, që pjell gjithë izmat e këqia janë prezente për fat keq. Por edhe në kohën tonë, për hir të së vërtetës, nuk është se nuk ka pasur shfaqje të tilla. Gjithmonë problemi është raporti, si është e mira me të keqen. Atëherë, për sa i përket anës shpirtërore, mendoj unë ishte më e anuar nga e mira, nga e dashura, nga solidariteti, nga fqinjësia e të tjera me radhë. Mos ka qenë e imponuar atëherë si kulturë? Jo, Se shumë hasin debate kjo pjesë. E kam diskutuar edhe me të ftuar tjerë, ndoshta bëhem e përsëritur. Jo, fjala Më pëlqen të dëgjoj këndvështrimet ndryshme. Qartë. Fjala imponim nuk ka punë fare këtu, nuk është sepse edukata e këto nuk imponohen. Edukata vazhdon shumë gjatë, ishte çështje edukate, kështu ishin edukuar. Për shembull, më kujtohet gjyqja ime. Përpara se të fshinte oborin ton, ishte goxha obor, le më pastaj dhomat e këto, dilte dhe pastonte pjesën e rrugës dhe nganjëherë dhe pjesën e fqinjit, sepse fqinja ishte shtatzënë dhe s'kishte fuqi ta e bënte kjo. Pa i thënë gjë fare. Më falë që të ndërpres. Po, që mos të kaloj me që jemi në... Ka problem. Aktualisht shoh gjyshe të moshës 70 e sipër që dalin me një papërdore dhe i hedhin atë çfarë konsumojnë në rrugë. Kjo gjyshe ka jetuar dhe në atë kohë kur besoj ku pastroheshin oborret edhe të komshiut. Si e shpjegon këtë? Për fatkeq ndikojnë edhe nuk do të përdor trendin, po edhe kjo ecuri negative. Edukata ndikohet nga rrethanat ku je. Po edukata është e transmetuar brez pas brezi dhe si e tillë është shumë e fuqishme. A mund ndryshohet? Ndryshohet për rrethana shumë të ndryshme. Por mi mbetëm besnik kësaj çështje që edukata është pronë e njerëzve domosdoshmërisht të mirë. Njerëz që janë me negativitete, njeriu lindi mirë, po në rrethanat, në vendet ku ka ndeshur ose përballuar, po transformohet dhe bëhet jo ashtu i pëlqyeshëm e tjera gjëra. Po kryesorja është ajo që thash, se sot vërehet më pak një çështje e tillë. Megjithatë, po them edhe një gjë. Kur isha në Zvicër, më kishin ftuar ata çunat e UÇK-s atje. Dhe mbajtëm një takim edhe biseduam shumë gjatë për Skedilajtin, për luftën, për atë dheun, për gjuhën e të tjera gjëra. Unë vura re kur kaloja në për rrugë se pavarësisht se shkoja jo të vizat e bardha shqiptari vendosur që janë, po ashtu ma kështë mbushur, mende i bia më shkurt sa të shkoja deri ke vizat. Mos e dëgjoni jo këtë. Po, ndalonin gjithë makinat. Edhe sot, po pikërisht në këto qaste që flasim, ka filluar në Shqipëri një sjellje ndryshe e atyre drejtuesve të makinave. Ndalojnë e banë, kjo është një gjë e mirë. Sinjalistika, gjëra se në kështë. Pra, nuk mungojnë dhe shenjat e mira. Dhe unë jam se ky brez që nuk e njoh, po që është gjaku jonë, mendoj se është më i mirë se ne. Pse s'po i gjej do të këtë, unë marr ndihmë pullumave. I ke parë pullumbat që zbresin në trotuar? Në kohën time, zguxonte jo pullu me harabel, po as kur gjë të zbrise se e vrisni me lastika kalamajt. A ishte dëfrimi. Sot pullumat kanë kështu edhe duan t'ia dinë fare, njerëzit i konsiderojnë paqësor sepse ashtu. Kjo është e vërtet, në kohën tuaj përqasja me kafshët ka qenë shumë. Po shoh qindra, djem dhe vajza të adoleshencës që ndalen kur shohin një mace ose ndonjë qen, në atëherë qenin e kishin marrë mik sepse ulurinte, s'ditet liste. Ai ende sot qenë nuk flasin, po merren vesh bukurri. Një qenë në Japoni, me një qenë në Shqipëri s'kan problem për... Unë mendoj se flasin më mirë se ne.
Merren vesh. Unë se kam gjetur akoma, që merren vesh është tjetër gjë. Po, Në një komunitet, po. kur pjesëtarët e atij komuniteti kuptojnë shumë mirë, unë mendoj se kanë një gjuhë më të flasin më mirë se sa ne njerëzit. Në qoftë se fjala flasin ka kuptim metaforik, jam dakord. Po ata nuk metaforik, flasin. Sot për kësaj dite ata nuk flasin, sepse që të flasësh duhet kesh në tru zonën që quhet zona broca. Po, mora vesh. Zona broca ndau Homo sapiensin nga shimpanzet, nga gorillat, që na ngjan po si jemi si neve, sepse ne kemi aftësinë që të flasim, të mendojmë, të projektojmë Ne kemi aftësi të flasim atë mos merremi vesh. Ka ndalje dhe fjalë të tilla, le të merremi vesh, mos merremi vesh. Ka, të lezetshme janë. Ka, po nuk jam përgjithësuese Lorena, për hir të së vërtetës, po bisedonin për tjetër gjë që domethënë në ky Homo sapiens, ky njeriu, ky që po flet me Lorenën tani, nuk e ka këtë prirje. E ka domethënë dëshirën për të bashkëpunuar, për të menduar. Ka edhe të tjerë që e kanë ndryshe. Kjo është shoqëria njerëzore. Ka ngjashmëri, ka edhe ndryshime të këto gjëra. Kam te hyrja e këtij librit, Tërësia dhe pasjeta, diku te fillimi, je shprehur për vdekjen edhe jetën, për këto dy koncepte. Nga që vetë je përballur me shumë humbje që në moshë të hershme. Është e vërtet, ka shumë përcaktime për këto. Pjesa dominuese konsideron se vdekja është pjesë e jetës. Ky është impakti i parë që merr njeriu. Ama brezat të ndryshëm e shohin ndryshe. Fëmijët, për shembull, preken e qajnë sa zbëhet e sa, po mbasi kalon një farë kohe e harrojnë atë dhe që harrojnë. Të rinjt e bajnë më gjatë dhe bisedojnë sepse kanë se çfarë të thonë, mbasi ai që vdiq ishte këshilluesi për këdhelsi e tjerë, nuk ka si të harroj kaq shpejt. Megjithatë e harron. Rrot harrimi. Ata të moshës time nuk po kanë shansin të harrojnë. Po bën 25 vjetë që s'ke delajdi së shma. 25 sekonda më duke tu. Edhe çështja ime, edhe shumë bashkëmoshatarëve të mi, po ndoshta edhe e njerëzimit, është që të kuptojmë ka ndonjë gjë mbas kësaj vdekjes, është absolute apo mund të vazhdoj diçka. Sot që bisedojmë të dy bashkë, e kam shprehur në libra, jo vetëm këtu, po edhe të ky libri që do nxjerr tani, se mbështetur dhe në teoritë e Albert Einsteinit, teoria e relativitetit, apo mekanika kuantike e Max Planckut, është e pamundur që vdekja të konsiderohet një fund. Është vetëm një kalim. Dhe unë po punoj me shpirt për ta gjetur mundësin në një formë tjetër transcendentale, në një trup eterik, për të takuar me të larguarit e mi që i kam dashur, më kanë dashur, dhe tashmë e besoj këtë që po thënë, që pa tjetër do t'i shoh. Dhe kam dhënë edhe shembuj këtu të librit që do ta kesh. Çështja është kur të vemi andej, a do na njohin apo jo? Dhe jam përgjigjur, po, do të na njohin. Pse? Sepse ne do të ruajmë në ADN-n, në acidin deoksiribonukleik, që është baza e informacionit, që na vjen edhe ikën mbasi trupi fizik mbaron, se ne kemi veçanti. I kam shprehur dhe atë të gjitha aty. Një veçanti është, për shembull, unë edhe ti kemi rrudha këtu në pulpat e gishtrive e këto gjëra. Nga pikpamja e usualitetit, e përdorimit, këto letësojnë të përkullurin. Por mund të bëhet një pyetje me zë të ulët. Po pse si kemi mirë se i kemi këto rrudhat, po pse si kemi njësoj, unë edhe Lorena? A i kemi njësoj apo si kemi? Si kemi? Pse, si vërtetohet? Kur llaj fare, ata që s'din të shkruajnë ja lyen me ngjyrë, tak, e vën këtu,
Edhe është e sigur bilës, edhe në këto kartat e identitetit kemi njollat e gishtit. Pse? Sepse janë tepër unike, të pangjashme me të tjerët. Pse është kjo punë kështu? Po e kem lënë me pikpyetje se unë se zgjidha dot, ndoshta zgjidhin të tjerë. Tjetër gjë e veçantë është era. Secili ka një erë të veçantë. Si vërtetohet kjo? Vërtetohet shumë thjesht sepse qeni i policisë, i kriminalitetit, sapo të marrë erën e plaçkave të atij kriminalit apo hajdutit, shkon dhe e gjen, sepse ka erë të veçantë. E me radhë i kam dhënë janë 18-19. Pra, do njihemi e do na njohin kur tiki. Kaq mbarojmë me këtë. Çfarë të ka nxitur ty se të merresh me këto detaje, është merresh me ekzistencializmin. Edhe normalisht jo të gjithë njerëzit meditojnë rreth kësaj gjëje. Nxitja është ajo që të thash. Nxitur gjitha humbjet që ke pasur në jetë edhe ke dashur të kërkosh. Po. Kapitulli i parë që filloi në këtë libër është pikërisht ekzistenca. Po të ishim në regjimin e mëparshëm, kisha punën në burg se të thoshin një gjë Sartrit, se Sartri u morë me ekzistencializmin, edhe hangrin dhe qikë edhe ky poeti. E kam mik, po Çaqërisë Enver Hoxha u morë me të gjeva i Spaju, ke marrë nga Sartri. Ai zgju se kishte dëgjuar ndonjëherë Sartrin, por ekzistencializmi. Po ekzistencializmi do apo do ekziston dhe aty fillon. Dhe ekzistenca vjen e para. Ekzistojmë apo se ekzistojmë? E të tjera gjëra. Jam marrë me këto sigurisht i influencuar, sigurisht edhe duke parë humbjet e një pasnjashme. Janë të dhimbshme edhe të pashërueshme për këtë moshë që kam unë. Por e gjeta më të drejtë që në vend të qartë të shkullish flokët, është më mirë të meditosh për to. Edhe të shpjegosh sa të kesh mundësinë. Njëri ka një altoparlant dhe vërtet e dëgjohet larg, tjetri nuk e ka, por edhe ai e bën detyrën e vet dhe u thot diçka të tjerëve nëse me të vërtetë ka bindje se janë në dobinë e të tjerëve. Ekzistenca vjen e para. Ekzistencializmi është rrymë filozofike. Është tjetër gjë me ekzistencën që po flasim. Duhet të ekzistojmë, pastaj do jetojmë. Se ekzistojnë qentë, macet, kafshët e ndryshme, insektet, shpendët e me radhë, po janë edhe njerëzit, të cilët përveç gjallësës e ekzistencës kanë jetën shpirtërore, intelektuale e të tjera gjëra. Shkurt, nxitje për këto gjëra është për edhe natyra ime, pasi kam lexuar në formë figurative, male me libra, gjithë jetën pa pushim. Edhe më bën që ky ferment që doli nga leximet të marr formën e librave, ta shkruaj, ta përcjell tek të tjerët. Ndoshta nuk do të jetë një humbje për të tjerët, po që se është kërkoj ndjes publikisht që pas kam mërzitur edhe u gremisa kohën. Kaq mund të them për këtë. Desha të flas pak për shpendin. Edhe ke në librat e sa volume ke shkruar për shpendin? 12. Pse e vazhdon shkruan 12? Çfarë përmirëson të këto? Që ta tregova në fillim fare, në fillim ishte këmbgulja e djemve të UÇK-s dhe e profesorit Fazli Veriu, kryetari i shoqatës ende sot i ushtrisë lindtare kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni, që më nxitën ti mbledh edhe ti botoj në një libër dhe botimin e gjithë gjërat e tjera që përmenda më herët e bën ata. Po 115 faqe ishte. Më vonë më erdhën gjëra të tjera. Edhe kështu që kam vazhduar në këtë formë, duke shtuar materiale, edhe duke përmirësuar ata që kisha shkruar më herët.
prandaj ato kanë marrë natyrën e një libri të veçantë, më të quash si vëllime. Po ideja është po ajo, për të treguar sa e shtrenjtë është Shqipëria, atë dheu, kombi, gjua, edhe duhet, edhe e kemi për detyrim që ta mësojmë këtë nga vim, kush jemi, sa të lashtë jemi. Kështu që për këtë i jam referuar mendjeve madhore, siç është Sami Frashëri, me radhë pasanaj me Fajk Konica, me Ndre Mjeda, Gjergj Fishta, edhe Recep Qosja, Kadarea, këta të fundit. Gjithë se cili që ka dhënë një kontribut, ka dhënë një gur për këtë vend. Po ne jemi vend shumë i lashtë, edhe me një gjuhë pa dyshim shumë të lashtë, jashtëzakonisht, dhe kjo nuk duhet na bëj të mburemi, po thjesht të tregojmë se në këtë tokë jemi të hershëm, edhe duhet jemi krenar për këtë. Pa dashur as të thyem historinë e tjerëve, përkundër se të nderojmë sepse kontributos. Respektojmë. Historinë e tjerëve. Nuk bën pa respektuar tjetrin, nuk bën të bësh ti tash të thirrësh sa i mirë ose sa mirë me kënë shqiptar, po është problemi që patjetër është shumë mirë me kënë shqiptar, po gjithashtu duhet të nderojmë edhe të tjerë që ekzistojnë, sepse ata ekzistojnë jo me vendimin tonë, i ka krijuar dikush tjetër edhe ka arsyet e veta. Kjo është. Si kur fillove të shkruash për shpendin në fillimet e para, i pate më shumë për të nxjerrë dhimbjen, apo ishte një përzierje e dhimbjes me krenarin që ti ndjen për të? Krenaria erdhi më vonë. Dhimbja ishte e para. Fundi poezia është dhimbje. Edhe një mënyrë për ta nxjerrë dhimbjen është pikërisht kjo. Kjo më tha dhe aktori që sapo vdiq, i nderuari Birqe Hasko, i kisha dhënë librin, e kishte lexuar, dhe kur u takuam përpara bibliotekës kombëtare, tha, zoti Bardhyl, e ke nxjerrë dufin. Dhe shiko përpara tani. Kjo shiko përpara ishte pikërisht i vë më shumë theks, jo vetëm kësaj humbje që nuk do të mbushet kurrë për mua, por ama të marrë një dritë se ajo humbje që dritë për Shqipërinë. Shqipëria fitoi një djalë të mirë, një hero, një dëshmor, që e tregoi realisht dhe s'është i vetëm, ka dhe të tjerë shumë më të mirë, e shumë më të zotë, e shumë më të trima. Është familja Jashari me 50 e sa njerëz që të më diti botën nuk dia do ketë një shembull të tillë kështu. Po ka edhe djenë të tjerë këtu në Shqipëri, Indrit Cara ishte në Londër, kam qenë në familjen e tyre, kam takuar në një Haxhiren dhe babain Luli, ndjes pas se nuk jeton më. Erdhi nga Londra, ndej një gjysmore me nënën e vet, disa orë me nënën e vet, pa i thënë se ku do ikte, se si mund t'ja thoshte, shkoj, dhe nuk ndenjë në Prapavi, po në sulm, dhe ashtu edhe në sulm edhe shpirtin në majën e Galluzhës, ra Indrit Cara i Kavajës, Indritçmi, djali bukur. Po kështu janë edhe të tjerë. Është Astrid Tuli i Kosovës, ishte emigrant, i këputur, nga një fshat i Kuqovës, kam qenë në shtëpinë e tyre, se i kam shkuar mbrapa të gjithëve unë këtyre, edhe kam shkruar një lloj si për Skënderbegjin aty. Edhe Astrid i kishte këtë ide. U mërzit shumë që ky Miloševiqi e poshtroi kombin e vet. Edhe vendosi, pa i thënë gjë njeriu, që të vrasin Miloševiqin. Kështu nis Astrid Tuli. Mirë, po atje në Prizren, ata që e pritën edhe i morën vesh këto gjëra, i treguan se heqja qafe e një njeriu nuk është zgjidhja e problemit. Djali u bind se ishte zemërmat, dhe ra dëshmor duke luftuar. Po kjo është figura e jashtëzakonshme e Tahir Sinani, një komandant me renome nga Tropoja, kam qenë në Bujan, ku janë familja e tyre dhe i kam shumë miq, njerëz të mrekullueshëm. Edhe Tahiri ka qenë një komandant i Zotit, komandant në zone operative si Ramushi.
dhe dha shpirtin të ky për Shqipërinë, për vendin tonë, për gjuhën tonë, për traditat tona. Po kështu Lefter Koxha, po janë shumë këta, unë i kam shkruar të gjithë në libër. Dhe mua më vjen mirë që më drejtohesh se për Shpendin dhe nuk thua Skerdilajdi, se unë ja vura emrin Skerdilajdi. Nuk mërzitet. Jo, Po. përkundrazi. Kur do të linde Skerdilajdi, kisha merak të mas si do edhe emrin. Një po doja një emër të veçantë. Befas, kisha në duar librin Histoire d'Albanie, e Kristof Rashit në versionin francez, Historia e Shqipërisë. Aty shofun Skerdilajdi. Ishte një gjeneral i jashtëzakonshëm, princ, vllai i Meritita Grun, dhe kishte kunat mbretëreshin Teuta. Ky njeri nuk dinte të pushonte, vetëm luftonte e fitonte. Më bëri shumë përshtypje kjo punë. Ama s'kisha menduar kur që duke i dhënë këtë emër, po bëhet edhe ky luftëtar kështu. E vura. Shumica u habitën me këtë emër, kaq të gjatë kilometrik Po, dhe pak i vështirë në Pak i artikulim. vështirë. Aq i vështirë sa vjerri im vetëm vonë fare arriti të artikuloj se e kishte gjetur më mirë që thoshte Skënderlajt se sa Skerdilajt. Nuk e kapte dot këtë gjë. Por ja që atje komandanti i brigatës, një burr i jashtëzakonshëm, Rushdi Saramati, koloneli, më tregoi se ai ja kishte ndëruar dhe ja kishte vënë pseudonimin Shpend. Për shkakun se ishte si Shpendi shumë i shpejt, mjafton t'i thoshe një detyrë dhe shkonte. Ai më tregoi se Skerdilajdi në krye të batalionit me 820 luftarë shkoi në Koshare, ku ishte rënduar shumë situata, ishte shumë vështirë, dhe në biseda që bëjnë tani, mbasi kanë mbaruar luftrat e këto gjërat, ai tregon se më thotë generali që ishte në atë kohë në Koshare, se po të mos ma kishte sjell Shpendin me batalionin e tij, ndoshta ishim turpnu, edhe ndoshta edhe si Shqipëri, si UÇK e gjitha. Por ai djalë erdhi, kreu detyrat, dhe kjo gjë mua më bën shumë krenare. Kam futur tek pas poezive, kam futur këtë një pjesë artikulli nga Rushdi Saramati, koloneli, komandanti i brigatës i Skerdilajdi. Edhe një gjë të fundit që e kam futur atje, ai më ka treguar. Unë isha shumë më i madh në moshë se Shpendi, por ai tha kishte një staturë prej ushtaraku të vërtet. Dhe mbaj mend që më tha këtë fjalë: nëse do që të kesh sukses në sulm, mos thuaj përpara djem, po thuaj pas meje djem. Kjo i ndryshonte shumë cilësinë, sepse do të shkosh ti i pari, edhe do të hash ti Do sakrifikohesh. do sakrifikohesh. Edhe si që sakrifikua ai dhe shumë të tjerë. Janë 71 dëshmorë të rënë nga kjo anë për atë anë. Si e mori këtë vendim Shpendi që të bëj pjesë e luftës? Ai ka qenë një natyrë, si që shpreha në fillim, empatike. Unë kam pasur nxënësin tim në gjimnaz atë, për të treguar se si vim deri ke vendimi, ndoshta mund shërbej edhe ky shembull. Një ditë nuk kisha qenë në mësim atje, edhe kolegu im të nesme më tregoi, mori vesh sa çfarë bëri Skerdi? Çfarë bëri? Më shkon mendja për keq. Sa erdhen ata vagabondat, gjithmonë ka pasur, ja pra në atë kohë, ishin një grup të fortësh. Po çfarë bën këta të fortët? 5 veta. Ngjiten në katin e tretë ku ishin klasat e maturës, se Skerdi ishte viti i parë, po ishte shumë i gjatë dhe shumë i përgatitur. Viti i parë gjimnaz. Gjimnaz. Dhe një vajzë u lurinte sepse e kishin marrë zvarr këta trimat. Shkolla nuk pipëtinte se ishin të rrezikshëm. Skerdilajdi as pyeti njëri fare, po nga banka fundit, me qenë se ishte gjatë, ishte në fund fare, ka përceu bankat, pa thënë gjë fare, hapi derën, u ngjit sipër, i shqepi të pesë,
kështu më tha kolegu, ata nuk u dukun më kur këtu, dhe ai që nga ajo kohë, se ndoshta më përpara se kisha vënë re, vazhdoi me këto gjëra, në ndihmë të tjerëve. Ishte shumë i I dhënë. vinte natyrshëm. I vinte natyrshëm. Besoj se, po përpiqem të hyj tash Në botën e tij. tek kjo pyetje që më bëre, ai nuk ishte indiferent. E ndiqte me interes të madh zhvillimet, se si e hoqi autonominë Miloševiqi i Kosovës me një fjalë. Edhe se sa rëndë u bë jeta për bashkëkombëtarët tanë. Kështu që arriti dhe u lidh me forcat e Kurengritjes Shqiptare, ose që marrë emrin Ushtria Shlirimtare e Kosovës. U lidh me ata, unë e kam takuar herën e fundit në Elbasan. Gjithë të vendime i ka marrë vetë? Ai, jo vetëm që i ka marrë vetë, po as nuk na tha. Nuk mund të na thoshte, sepse ai ishte i lidhur me mua. Për shkakun se bashkë kemi biseduar sa e lashtë ishte gjuha shqipe, sa i lashtë ishte kombion, sa fisnik, sa ksenofil, sa shumë i donte të huajt, e ka treguar në disa raste, jo vetëm me izraelitët, po çdo njeri që hyn në shtëpinë e shqiptarit, përfshirë dhe Hasmi, mbrohet nga i Zoti i shtëpisë. Janë atribute, janë cilësi të jashtëzakonshme. Ai e dinte se, mendoj unë, po të më thoshte se do shkonte në Kosovë, unë nuk mund ta kundërshtoja e para se ishte rritur tashmë, po edhe pa thënë këtë që po të them ty, nuk do rria. Do t'i thosha, shiko birë, Kosova meriton që të mbështetet, se janë gjaku jonë, i hershëm. Por ka dhe një kod familje shqiptare, në mënyrë që të vazhdoj jeta. Familjet me një djalë të vetëm nuk e japin bekim. Ai e ka ditur këtë, edhe kështu që nuk na tha gjë fare. Shumë vonë kemi marrë vesh se Delajdi ishte në luftë. Shkonin gjithë parsoj mendimesh, nga ishte djalë shumë i bukur, shumë i paraqitshëm. Disa mendonin mos kishte shkuj këtej nga këto bodybuilding, këto gjëra kështu. Nuk u shkonte mendje njëri. Po jo, ai shkoi aty. A je i mërzitur me faktin që iku pa i dhënë bekimin të? Jo, s'jam i mërzitur se sa po e thash, mendoj që i bishtnoi kësaj kërkesës që do t'i bëja unë. Nuk do kishte mundësi të ma thënte fjalën, se duhet të vazhdonte jeta. Një djalë i vetëm, duhet se neve e kemi maskullore vazhdimsinë e jetës. Nuk e kemi si izraelitët që e kanë gjakun e nënës, ata marrin mbi emrat e tjera. Neve kështu ke djalë e kemi mbështetjen sepse ai vazhdon mbi emrin e të tjera gjëra. Kështu. Nuk është se jam i mërzitur, po e ndjej një boshllëk të madh që nuk do mbushet më kurrë. E mendoj që nuk mu bashkangjit aq shumë në kuptimin, ajo ishte një trimëresh, ishte shumë më e mirë se sa unë, po u plagos më thellë edhe kështu që vdiq shumë herët. Jo se nuk e pranonte, se nuk e pyeste njeri këtë punë, por nuk më kushullohesh dot me faktin si them unë që kur të kalojmë në botën tjetër do ta shohim. Ishte çik më ndryshe nga unë kështu. Kështu që u helmua thellë fare, u bë me kancer dhe vdiq. Unë besoj se duke kontribuar nëpërmjet jetës së Delajtit dhe të djemve të tjerë, kam shkruar disa libra, kam shkruar Shpendashti, Big Bangu, Lagam, këto gjëra, gjithmonë në funksion të ngritjes së idesë së edukimit adetar, e çmoj shumë edukimin adetar. Edukimi adetar fillon nga edukimi familjar. Edukimi familjar ka në boshtin e vet, në thelbin e vet, interesin për tjetrin, ka empatin. Nuk mund t'i bëj dot kushdo. Një njeri që nuk ndjen për tjetrin, që kthen kokën te, që rrëzohet një plak, që nuk shkon ta ngrej,
dhe që vërtet me zë të lartë ku është qetësi shumë e madhe, që nuk i jep dorën dikujt që ka ndihmë, ky nuk është ai që duhet ishte. Po ka për fat plot. Unë besoj se janë shumë më plot të mirët, po e mira nuk. Si e shikon ti, sa punë po bëhet me adetarizmin, me edukatën që sa po folet tashin për familjen, për rini shqiptare? Po, besoj që bëhet punë, po do desha të bëhesh shumë më tepër punë. Shumë më tepër punë, të kishte vizita në përvendet ku kanë ndodhur këto ngjarje. Të kishte takime me ende ata që janë një gjallë që kanë marrë pjesë në mënyrë vitale kundra një force të tillë regresive që ishin poshtueshit, që kanë të njëjtin ngjyrë, të njëjtën pamje, po që pavarësisht se rrjedhin nga fise apo popull të ndryshëm, janë po ata, të egër me shqiptarët. Në një vend unë kam thënë aty se diku thuhet se neve jemi nga ata popull që kemi lavdin me vete. Dhe na takojnë shumë gjëra. Dhe unë kam thënë, ne jemi një popull që s'merremi me lavdin, ne jemi parahistoriku. Sepse kam bërë replika, jam gjithmonë shumë i emocionuar, i ndjek shumë mirë situatat, isha dhe tash në protestën që bën studentët shqiptarë, për një element kaq bazik si që është gjuha shqipe. Ishte gjë shumë pozitive në fakt. Ishte. U mblodhen edhe të rinjt shqiptarë. Po, isha aty, shkova aty dhe unë i njoh shumë mirë se si janë ato mjedise atje në ato vendet e Iliridës, në trojet shqiptare në Maqedoni e të tjera. Këto janë inspiracione, do kisha dashur për të vazhduar edhe të theksoj se jo se s'bëhet edukim, po të bëhet më shumë edukim adetar. Mua më duket se nuk është aty ku duhet të jetë. Se si mund të jetë u përpoq ata thënë. Domethënë të ketë më shumë. Bëhet më shumë edukim mekanik. Nuk i futet më shumë se që të dalë vlera e vërtetë. Po, pra vlera e vërtetë. Dhe ekzistojnë këto. Sakrificës që kanë bërë shumë. Gjallë figura që kanë dhënë shumë për këtë vend. Sepse nderimi post-mortem, mbas vdekjes, ka sigurisht edhe i vlerën e vet, po kur e ke të gjallë është akoma më e rëndësishme. Janë ende gjallë ata djemë që bën dhe udhëhoqën luftën. Nuk ka asnjë gjë të keqe të marrësh edhe të bisedosh me heronj të tillë siç janë Ramushi në Kosovë, për shembull, Aliu në Maqedoni, Mersi Mergjani në Lugin Preshevës dhe plot të tjerë. Unë do kisha dashur po të kishte qenë gjallë të merrni një takim me këtë gjuhëtarin e famshëm të cilin sa ritëm të takojmë edhe që ka shkruar për lashtësinë e gjuhës shqipe, po për arvanitasit. Shumë. Se s'po më bie ndërmend emri, është një person i adhurueshëm, edhe duhen ishin shfrytzuar sa ishin gjallë, po janë të tjerë gjallë, plot, sa të dua që kanë shkruar për vendin, që i keni rreth e qark, që rrinë asu në hije, që gjerbi një kafe, po din të thonë shumë llafe. E kështu. Unë do dëshiroja me lejen tënde të lexoj një 3 poezi, patjetër, të cilat rrëfejnë për disa ngjarje të ndryshme. Për shembull, është kollaj ta thuash se u bë luftë. Është kollaj të thuash se shkuan në luftë. Është vështirë të kuptosh se çdo thotë ti jesh 1 metër në dëbor, në të acar, i rrethuar nga armiqt. Dhe unë kam marrë një ngjarje të vërtetë të cilën e kam letrarizuar. 2 çuna, njëri 24, tjetri 20 vjeç, në një maj strategjike, ku kishin varë një flamur shqiptar mbi një bajonet, të plagosur pa mjekim, më i vogli po vdiste, më i madhi ishte afër vdekjes, po mbante me gajret.
shokun e vetë. Dhe po i thoshte, atje në maj, o shoku im, o vëlla, po që se ti po mërdhi, unë mund të ndihmoj ty, të përqaft me krahun tim dhe në ngrohemi të dy. O shpirti im, o vëlla, po që se ti ke uri, unë mund të ndihmoj ty, përsa zëdhëmbët sikur ha dhe do ngopemi të dy. O pengu im, o vëlla, po që se ti ke mërzi, unë mund të ndihmoj ty. Kafshoj gjuhën, bëhem gur, e mërzitemi të dy. O trimi, o vëlla, nëse zemra jote hesht, unë mund të ndihmoj ty. E shkurtimin të adhuroj, jeto ti, për ne të dy. Jo, është për atë periudhë ku djem dhe vajza shqiptare sakrifikuan, kështu sakrifikuan. Nuk e përmbledh dot fjala sakrificë, as fjala trimëri, as fjala që derdh gjakun për atë, se sa fakti që nuk e ripërtrim dot, ripërtrimi duhet bërë të vinë voglushet përsëri, adoleshentët, rinia, edhe të mblidhen me të moshuar që ende janë gjallë, e të tregojnë realisht se si që puna. Po, që do të lexoj tash i Loren, ka të bëjë me brengën time që po zbrazë Shqipëria. Unë e shoh në një sy tjetër, por megjithatë Si e shef para se të vazhdosh me leximin? e shoh me një sy tjetër, domethënë jo te halli që na hiku, sigurisht është halli më na hiku pjesa më diamant që ka një shoqëri, rinia, e ardhmja, ikën e ardhmja. Po e shoh se kush do ta ngrejë Shqipërinë. Se që të ngresh duhet jesh. Duhet gjendesh këtu. Kë bën fajtor ti për këtë? Do t'i them më vonë, po sa ta lexoj këtu, se dalin me ke fajse në shqiptarët aty e kemi hallin këtu. Ka qenë një poet në Gjakov, i cili nuk jeton më, i kam marrë këtë frazë. Këndej i ke shkëmbijt e eshtrave, shkëmbijt e eshtrave, Din Mehmeti. E kam vënë si citat. Dalli. I dërtojmë ati që iku. Më shumë atyre që nuk patën ndonjë problem shumë të madh, ata që ikën ekonomikisht s'kishin të bënin ato. Po kanë ikur edhe se duan të jetojnë domosdoshmërisht shumë me luksi e me qef. S'jam kundra, por ka dhe detyra jeta e individit. Sylli, që jemi unë e ti në gjithësi, mos guxo të thuash një thërmi, jemi krejt më pak, gati hiqësi, vetull hark, që jemi unë e ti për rreth e qark, grincës që andej këndej kërkon fatin e si zorta gjej, këmbëdre, që jemi unë e ti në më mëdhe, lisi që mbush degët me fole, shkëmbi që lidh besën me rofe, këtu komandojmë ne. Pra nuk është kollaj si të shkosh edhe të dëfresh me hashashra me gjëra, se sa të rish këtu me nënën, me baba, me motër e vëlla, me shokët, me të tjerë, dhe të kryesh detyrën që epokat të vurit ty si që va vurit tjerëve. Që mendoj unë. Kam të ndosur një citat këtu që nuk është i dështuar ai që kam iq, anonim. Kam shkruar për të treguar më tepër se sa të thash pak më përpara që duhet të nderojmë historinë e popujve të tjerë. Sepse nuk i kemi krijuar ne, as na kanë krijuar ata, ka krijuar tjetër kush, dhe për këtë jemi të shtrënguar
që të përpiqemi që brezat të shkojnë mirë, të jetojnë mirë, po detyrimisht ka një nevojë të domosdoshme që të ketë reciprocitet. Nëse nuk ka, nëse ti shtrindor dhe ai t'i jep shkelmin, nuk është marrëveshje, nuk është e mundur. E kam quajtur popull. Nuk ka histori pa humbje e lavdi. Nuk ka vende e popull pa histori. Nga një gur rrjedhin të vjetër e të ri, s'ka popull të mirë apo të këqij. Kur qese yti që këtu ku je, tjetri popull lindi diku më atje. Në ka njerëz shumë po ashtu hapësirë, kjo se bën të mençur, as edhe më të mirë. Nuk varen nga koha apo dhe hapësira, as vepra e keqe, as ajo e mira. Popujt kanë në prirje që të jenë miq, zotëri, shënoni, s'ka popull të liq. Edhe kanë vënë në klapa individi që është popull. Që të merrem me vesh se ka individi që... Po drejt. Të falenderoj që pate durimin të lexosh këto. Po. Edhe Desha ta vazhdojmë te ajo pjesa e largimit që s'është plagë vetëm për ty, por është për gjithë shqiptarët, mendoj. Edhe është shumë e drejtë ajo. Mendon ti se të rinjt shqiptar nuk janë të prirur të sakrifikojnë edhe zgjedhin rrugën e shkurtër largimin? jo, nuk e mendoj. Shiko, duhen disa momente të veçanta. Po marr një shembull nga shkenca, prandaj më pëlqen të dyja njësoj. Që ti mbushet mendja dy atomeve hidrogjen që të bashkohen me oksigjenin dhe të krijojnë nga gazet, të krijojnë ujin, që është mrekullia dhe baza e jetës, duhen rrethana të veçanta edhe momente të veçanta. Kështu edhe me njerëzit, Lorena. Ata që duken sot, sikur kush e di, e kanë mendjen vetëm ke këto jeta e natës ashtu, po që se krijohen rrethana dhe kjo është vërtetuar, atëherë ndryshojnë qëndrim dhe bëhet eminente, bëhet e domosdoshme, kërkesa që përjashton gjithë të tjerat dhe i dalin në ballë. Unë kam pasur shembuj kur ka ndodhur që, për shembull, u doq një magazin shumë e madhe. Ata që u futën në flak ishin pikërisht ata që ishin problematikët. Sepse ata janë një çik si çmendur e si ashtu edhe se pyesnin fare këtu. Po ata që ishin të rregullt, që duart trokisnin, që ishin gjithmonë Të përmbajtur. ata të përmbajtur, ata ndenjen edhe bën se hir për këtë gjë. Edhe një rast tjetër është i jashtëzakonshëm se brenda shpirtit shqiptar kemi shembuj që na vijnë nga legjendat se dy hasmë ishin sepse kishte ndodhur që një paraardhës i tyre, kush e di sepse, kishte thyer një fisi tjetër edhe vazhdonte gjakmarrja, për cilën nuk jam dakord fare. Hakmarrja është tjetër, gjakmarrja është tjetër. Ka ndodhur që kur vite pushtuesi, Balozi, që erdhi Gjergje Lezalis, atëherë në llogore kanë qenë dy hasëm. Dy shqiptarë që kishin këtë problem midis tyre, që po t'ja gjenin anën do ta vrisnin njëri tjetrin. Përkundërzi, kundra Balozit, kundra pushtuesit, hasmi i doli përballë hasmit të vet dhe morin në gjoks plumbin që duhet ta kishte marrë ky. Unë e shikoj këtë si një super madhështi, si një energji e jashtëzakonshme dhe si një shpresë për këtë fundament, për këtë thellësi që ka populli jonë, se nuk jam dhënë kohë dhe nuk kam transmetuar për kaq qindra vjetësh të tilla legjenda, Lorena. Ideja ime është se kur janë gjërat e vërteta të dobishme, populli i ruan dhe i transmeton brez pas brezi. Ato që janë të lehta, të parandësishme, të përditshme, kështu, ato harrohen, po këto jo. Kështu që duke ardhur ke kjo, deri sa po përmendëm bashkë që erdhën ata çunat dhe vajzat nga Maqedonia.
Edhe ata marrin pjesë në përballet dhe kam qenë dhe unë kur kanë pasur festa e gjëra, edhe këndojnë, se janë rini e kështu gjë. Po tash i kanë lënë më njarët dhe erdhën sepse ka dalë një krye çështje. Thelbi i një kombi është gjua. Gjua është substanca që e identifikon një individ. Edhe ata erdhën për gjuhën, për fat të keq në këtë shekull tash ende me sa shumë është luftuar për këtë gjuhë dhe akoma. Bravo, po sa sakrifica janë bërë, po sa njerëz janë vrarë. Si Papa Kristo Negovani tha, mbasi e vrau prifti i manastirit, i kosturit, edhe tha, me gjakun tim, tha, shkruani shkronjat shqipe. Këto janë madhështore. Po ka dhe të tjerë, po kjo është Petronin Lurasi, pa fund njerëz që kanë sakrifikuar pa parë fare interesin e tyre. Këta janë njerëzit e vërtet. Dhe kështu do desha që të ishin edhe një pjesë e këtyre drejtuesve të partive që të mos shikojnë e të fokusohen vetëm në këto ngjarjet shumë të shëmtuara që i përjetoi shumë keq. Tash të marrësh përsipër të drejtosh një popull, duhet të jesh qelibar, duhet të jesh rilindas, duhet në botën ideale. Po, me botën të vesh bravo, të vesh idealen përpara materiales. Kjo është ideja. Unë shpresoj Loren se në gjirin e këtij populli me këtë rini, ashtu si duket në pamje sikur janë vetëm për qefe, ekziston mundësia, probabiliteti që në rrethanat caktuara të dalin edhe të bëhen ata. Jo vetëm për qefe, po çështja është që po zgjedhin të largohen, në rast se largohen si do mos ndoshta duhet të ndikojmë me këtë formën që ta edukojmë më shumë, të nxisim më shumë detarizmin. Po, duhet të rritur frekuenca e edukatës e adeut, të bëhen pak më të durueshëm, sepse me të vërtetë Shqipëria ekonomikisht po ndodh kjo që po ndodh, pa hyrë edhe pa gjetur gjëzën që ma pyetet ti se kush e ka fajin, sepse faji u bë qyrke dhe se veshi njëri, tha populli këtu. Po ne të dy këtu, faji është jetim, po ne të dy nuk kemi hall tash t'i gjejmë fajin. Po halli i jon, i imi, i joti dhe i gjithë po mase po t'ja drejtojmë gishtin fajtori mediton prandaj. Jo, patjetër. Po t'ja tërheqësh vëmendjen e Po mirë, po e them pak më përgjithshëm, klasa politike ka, domethënë, peshën kryesore që nuk po gjen mundësinë ta çojnë në begati si duhet këtë po. Jo se s'janë bërë përparime, nuk pa ngjyrime politike, janë bërë. Unë jam në pjesën që duhet të respektoj. Tjetën, punën e tjetër. E kam thënë në një vend atje. Kafeja kam shkruar. Për shembull, kafeja më pëlqen ta pi me Albanin edhe me Lorenën. Kurse me atë është ai që është, s'më pëlqen ta pi. Ama nëse ka bërë diçka për Shqipërinë, për vendin, për kombin, për gjuhën, për gjitha gjërat që kanë vlera të mëdha, unë do t'i puth këmbët atij. Sepse puna, përkushtimi, dobia për komunitetin, për një komb të tërë, prevalon mi dëshirat për personale. Apo jo? Është vërtet. Kështu që këto mendime kam, Loren, nuk e di arrita të them diçka e këto gjëra. Shpresoj që të vazhdojmë së bashku mirë miqësinë që kemi, jam me fat që ju kam miq. Gjithashtu. Është kënaqësi që të kemi një person si ti. Desha të prek edhe një pikë, si ndihesh ti kur ke marrë statusin babai i erojit të kombit? Po, kam qenë në Slupçan. Slupçani është një zonë e tërë, ande nga Kumanova, ku ka me begati trima të mëdhej, njerëz të përkushtuar ndaj atdheut, ndaj kombit, ndaj gjuhës e tjera. Edhe kur u dha lajmi se do flasi tani profesori nga Shqipëria, babai i dëshmorit, u ngritën në këmbë 30.000 veta. Ishte një emocion që se kisha parë kur. Dhe kështu filloi të ndihet tek unë krenaria për veprën e djalit. Ai mungonte, po ishte prezente. Sepse ishin mira njerëz që e kishin për zemër, që e nderonin, që e respektonin edhe hynin zonin. Dhe prandaj do u thash atyre,
pavarësisht nga titull që mbaj, titulli më i madh që kam marrë edhe që më prek e më bën krenar njëkohësisht, është që quhem babai i dëshmorit. Se e kam deklaruar shumë kohë më parë, disa 10-13 vjet më parë, vazhdoj ta them kudo që më pyesin, siç më pyetet edhe ti tash. Edhe është në fakt edhe një ngushëllim shumë i madh për humbin që ke pas. E vlerësoj shumë, e vlerësoj. Me që jemi këtu te humbja, nga që unë në këtë emision dua që të përcjellim mesazhe sa më shumë për njerëzit që e gjejnë dhe veten. Ka shumë njerëz si ti që kanë pësuar humbje, se humbja e fëmijës është një ndër humbjet më të mëdha që përjetojnë njerëzit. Si do i këshilloje ti ato që ndodhen në këtë idhërim? Po, desha të them këtë fakt. Është një dramaturg i shquar i lashtë Eskili. Ai ka nënvizuar se në kohë paqe bijtë varrosin etrit. Në kohë lufte etrit varrosin bijtë, sepse Skënderbejdin unë kam marrë në krah kur e futëm për ta prurë në Tiranë. Do të këshilloja, nëse dëshirojnë ta dëgjojnë këtë këshill, të mos lejojnë të rrëzojë dhimbja. Të gjenë forca për të vazhduar, të ndikojnë dhe të bëjnë dhe ata diçka të mirë siç bëri njeriu i tyre. Se nuk mjafton vetëm, po puna është ta besojmë, ta përcjellim, ta kujtojmë dhe ta hyjnizojmë atë që iku për ideale shumë të larta transcendente. Kjo është ideja. Vdekjen se kemi në dorë, është një rregull pa përjashtim, se francezët kanë një aksion. Chaque règle il y a une exception. Që çdo rregull e ka një përjashtim. Unë u përgjigjem monsieur français, il y en a un. Zotëri francez është një. Në Shqipëri i themi kush lind do vdes. Po jo vetëm Shqipëri. Edhe një pedagoge e famshme e linjës ideale, Susan Schneider, ka përcaktuar pikërisht këtë që thash më përpara. Çështja është jo sa jeton, po si jeton, kështu e mendoj unë. Dhe si jeton është pikërisht të mos përkulesh, të mos dorëzohesh. Ec përpara për aq kohë sa ke, edhe jep një shembull të mirë. Nuk është pak, është me vlerë. Kaq mund të them. Unë të falenderoj shumë që ishe sot këtu. Ishte një bisedë shumë e këndshme, fiks si në ato rrëfimet që e nisëm në fillim, edhe të falenderoj dhe për kontributin që je për çështjen shqiptare, dhe jam e sigurt që shpejti do ishte shumë krenar për njeriu që je sot. Rrafq, sikur të ishte e vërtet, po unë do vazhdoj të përpiqem që ta meritoj gjithë këtë fjalë të madhe që theti, do bëjmë. Për